nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Pluto Rakaza dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Raporti final i OSBE Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nxjerr në pa një mjedis të polarizuar dhe sfida serioze në transparencën e procesit zgjedhor. Votimi u menaxhua kryesisht mirë dhe pa incidente të mëdha, por u raportua në rast të friksimit të votuesve. Përdorimi i gjerë i burimeve administrative dhe abuzime të mundshme me detyrë në resurset shtetërore. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit u zhvilluan në një mjedis konkurrues, por shumë të polarizuar, vlerëson OSBE Odiri. Raporti thekson se procesi i votimit në përgjithësi ishte i qetë, por u shënua nga një numër incidentesh të friksimit dhe nxitësit të votuesve dhe disa mangësi proceduriale dhe transparencë në numërimin e votave. Sipas raportit, partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë. Terreni i garës nuk ishte i barabartë, pasi partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative dhe ndikimi institucional, duke e bërë të paqartë ndarjen midis shtetit dhe partisë. U shënuan pretendime për ushtrim presioni ndaj punonjësve publik, raste friksimi të mbështetësve të opozitës dhe përdorim të rrjeteve të klientelizmit që bie ndesh me standardet ndërkombëtare. Odiri gjithashtu ka dhënë rekomandime për përmirësimin e procesit zgjedhor, duke theksuar depolitizimin e administratës zgjedhore dhe masat për parandalimin e keq përdorimit të funksioneve publike dhe burimeve shtetërore për qëllim elektoral, për të hequr çdo paqartësi në legjislacion në lidhje me fushatën. Përdorimi i burimeve administrative për qëllime zgjedhore duhet të ndalohet që nga shpallja e zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve. Për të siguruar kushte të barabarta loje, autoritetet duhet marrin masa për të parandaluar keq përdorimin e detyrës dhe burimeve shtetërore. Sanksione proporcionale dhe kurajuese duhet të vendosen shpejt kundër shkeljeve të tilla. Në përputhje me praktikat e mira, ligji duhet përcaktojë qartë se cilat aktivitete parazgjedhore përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato i nënshtrohen raportimit mbikëqyrjes dhe sanksioneve të mundshme. Raporti thekson gjithashtu mangësitë në kuadrin ligjor për financimin e partive politike. Korniza aktuale nuk është efektive, duke dëmtuar transparencën e financimit të fushatave dhe barazinë e mundësive për partitë dhe garuesit. Odiri nënvizon se ligji duhet të përcaktojë qartë cilat aktivitete parazgjedhore përbëjnë shpenzime të fushatës, duke siguruar që ato të jenë të raportuara, të mbikëqyrura dhe të ndëshkueshme në rast shkeljeje. Raporti OSBE Odirit e konsideron votimin si të përgjithshëm të qetë, por thekson nevojën për përmirësime të mëtejshme të transparencën e procesit, depolitizimit e administratës dhe kontrollin e financimit të fushatave për të garantuar zgjedhje të barabarta dhe të lira në të ardhmen. Në një intervistë për BBC, kryeministri Edi Rama shpjegoi arsyeën e refuzimit për ngritjen e kampeve të refugjatëve në Britaninë e Madhe, madje theksoi se kampet në vende të tjera nuk janë zgjidhja e vetme. Kryeministri theksoi se marrëveshjet me Italinë ishte e para dhe e fundit që Tirana do të nënshkruajë në këtë drejtim. Në intervistën e BBC-s, kryeministri Edi Rama deklaroi se modeli i kampeve të azilantëve në vendet e treta nuk mund të shërbejë si zgjidhje për menaxhimin e emigracionit palishëm. Ai theksoi se marrëveshja me Italinë për strehimin e përkohshëm të emigrantëve ishte një rast i veçantë për shkak të afërsisë gjeografike dhe bashkëpunimit të gjatë mes dy vendeve. Kjo nuk është zgjidhja. Në rastin e Shqipërisë dhe Italisë ka kuptim, sepse është vetëm një det që ndan dy vendet tona, por të marrësh njerëz në tokë, t'i futësh në një avion, t'i sjellësh diku mijëra kilometra larg në një vend të tretë, po mund të ketë një efekt parandalues, por nuk do të ndalet emigracioni në mënyrën e duhur. Ai shtoi se emigracioni duhet të jetë si pjesë e zgjidhjes për shkak të krizës demografike që po përjeton Europa, por theksoi se aspektet e palishme dhe trafikimi i njerëzve kërkojnë bashkëpunim real me vendet e origjinës dhe jo masa të njëanshme. Rreth këtij fenomeni, që është trafikimi, që është emigracioni i palishëm, duhet trajtuar përmes marrëveshje me vendet e origjinës. Po, për fat të keq, jetojmë në një kohë kur zgjidhjet e dobta mbizotrojnë për shkak të presionit të lartë atyre anëve të politikës që kërkojnë përçarje dhe kërkojnë gjak me kuptimin simbolik. Ndërkohë, Rama mbetet i kujdesshëm në vlerësimin për mënyrën se si qeveria britanike duhet trajtojë çështjen e emigracionit, duke theksuar se është e pamundur të vendosësh veten në vendin e kryeministrit të Britanisë së Bashkuar. Dëgjoni, unë jam më
i gjatë mes të gjithë liderëve deri tani në këtë pjesë të botës, por jam shumë i vetëdijshëm që udhëheq një vend shumë të vogël, por është e pamundur për mua të vendos veten në vendin e kryeministrit të Britanisë së Bashkuar. Dhe duke parë se si po shkojnë gjërat në Britaninë e Bashkuar, jam shumë i lumtur që jam kryeministri i Shqipërisë. Sipas tij, bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Britanisë për të luftuar rrjetet e trafikantëve ka dhënë rezultat konkret, pasi që nga nënshkrimi i marrëveshjes dypalëshe në vitin 2022, numri i emigrantëve shqiptar të palishëm që kalojnë kanalin e La Manshit është ulur në 95%. Kryeministri Edi Rama i ka kërkuar kryetarëve të bashkive të hartojnë në mënyrë urgjente hartën në zonat prioritare për paketën e maleve. Rama kritikoi kryebashkiakët për neglizhencë dhe duke lënë në pritje një numër të madh personash që kanë shpadur interesim për të investuar nëpërmjet paketës së maleve. Të vetmit që deri më tani kanë dorëzuar hartën janë bashkitë Elbasan, Belsh, Skrapar, Përmet dhe Tropoj. Kryeministri Edi Rama mblodhi kryebashkiakët e vendit për diskutuar ecurinë e paketës së maleve, një nismë që synon të lehtësojë investime turistike, më pak dokumente dhe mbështetje qeveritare. Rama kritikoi vonesat për dorëzimin e hartave prioritare dhe kërkon përparim të shpejtë duke vendosur afat deri në fund të teorit. Në takim, Rama nënvizoi rëndësinë e shpejtësisë dhe efikasitetin për implementimin e paketës. Bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Flas për të gjithë ju që mund t'ja jap dhe në formë urdhërore. Për ata që janë këtu dhe që nuk marrin urdhra nga partia jon, dera është e hapur, sepse me kryetarin Memaliajt e kemi folur këtë punë apo jo. Kështu që ju lutem shumë fokusohuni shumë fort në këtë pikë, hartat. Kryeministri nuk i kërceu batutat dhe kritikat ndaj kryebashkiakëve, përfshirë edhe ato demokrat. Ma ka shprehur potencialin e madh për këtë punë. Ke 5 muaj që ke paketën, edhe po jo, leje që ke bërë gabim në Kuçovës. Ti po ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e farcës zgjedhore. Tani fokusohet e puna. Fusharëzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri i keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjellë gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë. Megjithatë, vuri në dukje se gabimet janë të pranuara kur vijnë nga bashkitë e vogla dhe pa mbështetje. Na mund të na bëjmë ne gabim, po na folet si na bashki të vogla e pa përkraje kështu. Mund na fol ne gabim i vogël. Ju falet edhe në një gabim më shumë sa që gabimet sa bëni ju, por e madhe se u bë dhe një gabim tjetër. Për të përmirësuar komunikimin me investitorët, Rama kërkoi ngritjen e task forcave në secilën bashki, të cilat do të merren direkt me qytetarët e interesuar. Paralelisht me hartat, të cilat e përsëris bëjnë një fare të thjeshta dhe ngrijeni një task force menjëherë që të merret personalisht me gjithë ata njerëz që janë interesuar. Kryeministri theksoi gjithashtu efektet e pritshme të paketës së maleve. Investimet që do të kryhen përmes paketës së maleve do të sjellin rritje të ardhurash për bashkitë, si dhe rritje të numrit të turistëve. Pas publikimit në media të raportit përfundimtar të Odirit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi para gazetarëve se ky raport fakton se në 11 maj u shkelën parimet themelore të zgjedhjeve. Në lidhje me paketën e maleve, Berisha shprehu shqetësimin se kjo paketë është një plaçkitje hapur dhe një ndërhyrje që po shkakton armiqësi dhe konflikte midis komuniteteve malore. Vetëm pak minuta pas publikimit të raportit përfundimtar të OSBE-Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Sali Berisha e cilësoi dokumentin si provë përfundimtare të farsës elektorale. Kryedemokrati tha se Edi Rama nuk ja doli të ndikojë në përmbajtjen e raportit. U them shqiptarëve se patën zero efekt. Është në meritën më të madhe të institucioneve që vëzhguan zgjedhjet, që i qëndruan fjalë për fjalë të gjitha konstatimeve që faktojnë një farsë të vërtet elektorale në 11 maj. Ai përsëriti thirrjen për një qeveri teknike. Qeverinë teknike nuk ta krijon kush, po se krijove vetë, po se imponove vetë. Prandaj shqiptarët, nëse duan të votojnë të lirë, të përgatitemi për betejën tonë, për protestën tonë, për votën e lirë. Kjo është qeveri teknike, ne kërkojmë, por të jemi të sigurt se pa
zërin ton të fuqishëm në rrugë dhe sheshet e këtij vendi, ajo nuk krijohet. Dhe ne duhet ngrihemi dhe do ngrihemi. Kjo nuk ka diskutim. Ndërkohë, Berisha kritikon projektin e qeverisë për paketën e maleve, duke cilësuar atë si një plaçkitje të tokave shqiptare dhe duke akuzuar Ramën për mbjedhje fararmiqësishe dhe vëllavrasjeje. Me këtë që po bën, vetëm po mbjell faren e armiqësive dhe vëllavrasjes. Dhe unë ftoj investitorët mos të prekin tokën e tjetrit. Pra, ç'po bën ky? Ky po merr baron të drogës dhe po i ndërsen kundër tokave të qytetarëve. Jo, kjo është krim. E kuptoni, jo 12 vite ai ka investuar në gjithë rrethet e veriut, më pak se në një rreth të kategorisë tretë në zona tjera. Dhe tani thet për paketën e maleve. Ajo është paketa, e tregoj me paketën e maleve, e tregoj me thethin, që u sull në keq se çdo pushtues. Shkatroi 100 objekte. Del në Sulbic, spionojnë patronazhistat, apo kanë xhelozi dhe i prish tjetrit objektin, duke mos patur asnjë lloj plani absolut. Partia Demokratike zhvilloi këtë të njëjtë programin e trajnimit për deputetët e rinj. Qëllimi i aktivitetit ishte forcimi i aftësive përfaqësuese dhe institucionale të deputetëve demokrat në prag të sezonit të ri parlamentar. Partia Demokratike zhvilloi këtë të njëjtë programin e trajnimit për deputetët e ri të saj. Në fjalën e hapjes së trajnimit, kryedemokrati Sali Berisha theksoi rëndësinë që ka ruajtja e lidhjes së drejtpërdrejtë me deputetët me zgjedhësit e tyre, duke e cilësuar si detyrë më thelbësore të një përfaqësuesi të popullit. Fatkeqësia më e madhe e një deputeti është kur ai shkput lidhjet nga zgjedhësit e tij, interesat e tyre. Kur ai pushon se qenuri avokat i atyre që e kanë votuar. Në këtë kuadër, takimet me zgjedhësit janë të pazëvendësueshme. Asgjë nuk duhet të shkëpusë deputetin nga takimi me elektoratin e tij, nga mbrojtja e interesave të elektoratit të tij, nga përcjellja në parlament të zërit të atyre që kanë për zërin tuaj. Ish kryeministri ndaloi edhe të mungesa e stafit të mbështetës për deputetët, duke e cilësuar këtë si një nga arsyet që pengon rritjen e eficiencës në kuvend. Ju jeni deputet me dorë në xhepa, jeni njerëz pa asnjë staf. Çka e gjymton punën e parlamentit? Jeni njerëz pa staf, qoftë për kontaktet e vazhdueshme me zgjedhësit, por jeni njerëz pa staf qoftë për mbështetjen e vëmëtarisë tuaj në parlament. Ky është një parlament skeletik, ta quajmë, aktual. Ishte e gabuar, ja u them unë ju këtu, rritja e rrogave të deputetëve. Jo se kam ndonjë rrogë të themi stratosferike, por shumë më drejt do t'ishte shpenzime edhe më të mëdha për stafe të parlamentit, për ta bërë parlamentin ai institucion që duhet të jetë. Së fundi, unë një sugjerim, një këshill kam për ju. Në çdo variant, kur? Duke u referuar vendimit për rritjen e pagave për deputetët, Berisha theksoi se nuk është kundër, por sipas tij investimi do të kishte qenë më i dobishëm në forcimin e strukturës mbështetëse të parlamentit. Në këtë trajtim morën pjesë 13 deputetë të rinj të Partisë Demokratike, mes tyre ish prokurori Arjan Doi dhe ish gjyqtari Gjingjoni, të cilët janë shfaqur ndër më aktivët në punimet e komisioneve parlamentare gjatë kësaj legjislature. Gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë duke lënë në fuqi vendimin për arrest në burg. Ankimimi i Metës në apel u paraqit një ditë pasi GKK-ja kishte refuzuar kërkesën e tij për shuarjen e kësaj mase sigurie. Apeli i GKK-s ka rrëzuar ankimimin e ish-presidentit Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë duke lënë në fuqi masën e arrest në burg. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, tha se gjykata krijoi precedent rrezikshëm me Metën, pasi sipas tij janë ezauruar afatet për qëndrimin në paraburgim. Ilir Meta u arrestua me 21 tetor 2024. Ai dhe deputetja kryemadhe dyshohet se duke bashkëpunuar mes tyre dhe me funksionarë të tjerë shtetëror në disa episode, duke nisur nga 15 vite më parë, kanë shfrytzuar postet e tyre shtetërore dhe politike për të favorizuar
kompani private si dhe veprimtari të tjera me lobimet në SBA dhe shitblerje banesash në këmbim të përfitimeve të shumave të konsiderueshme parash, të cilat janë përpjekur t'i fshihen duke mos i deklaruar në ILDKPI dhe KQZ. Konkretisht, deputetja Kuremadi po hetohet nga SPAK për 3 akuza: pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim të ardhurash. Gjykata la në fuqi në 23 tetor masën detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore ndaj Kuremadit për të njëjtat vepra penale si dhe ndaj të hetuarës Ema Çoku për pastrim parash. Policia e Durrësit ka arrestuar 4 persona pas bardhjes së plotë të konfliktit të armatosur që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në Manz. Përplasja me armë mes disa personave në një lokal të zonës përfundoi me 2 viktima, ndërsa autori kryesor dhe bashkëpunëtori i tij mbeten ende në kërkim. 4 persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit pas hetimeve që çuan në zbardhjen e dinamikës së ngjarjes së rënë në Manz, ku humbën jetën 2 persona. Të arrestuarit janë Erald Cani, Ergi Kadiu dhe vëllezërit Aulante e Miriam Beqia, të cilët akuzohen për mos kallëzim të krimit. Sipas policisë së Durrësit, ngjarja ka nisur nga një konflikt banal brenda një lokali në Manz, ku Daniel Pepa është përplasur verbalisht me kamarierin, pasi ky i fundit i kishte thënë se aparati i kafes është fikur. Në debat është përfshirë edhe Flori Paluçi, i cili ndodhi në lokal me disa persona, mes tyre dhe Erald Cani. Pas debatit, Pepa është larguar me automjet për është rikthyer pas pak minutash në shoqërinë e Ergi Kadiut dhe Arianit Kurtit. Gjatë tentativës për të futur sërish në lokal, Paluçi ka dalë jashtë dhe dyshohet se ka qelluar në tokë me armë zjarri në shenjë paralajmërimi. Në atë moment, sipas hetimeve paraprake, Daniel Pepa ka hapur zjarr drejt Paluçit duke e plagosur. Ky i fundit është kundërpërgjigjur me armë duke i qelluar në drejtim të Pepës dhe Kurtit. Përplasja me armë rezultoi fatale për Flori Paluçin dhe Aranit Kurtin, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Në njoftimin zyrtar, policia konfirmon se vijojnë kërkimet për kapjen e autorit të dyshuar Daniel Pepa dhe bashkëpunëtorit të tij Gëzi Mallçi, që akuzohen për përkrahje të autorit të krimit dhe moskallëzim të krimit. Hetimet për këtë ngjarje vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Durrësit për të përcaktuar përgjegjësinë penale të secilit prej të përfshirëve në përplasjen me pasojë vdekjen e 2 personave. Gjykata e Durrësit ka dhënë vendimin përfundimtar për ngjarjen tronëzitëse që tronditi qytetin në shkurt të vitit 2024, ku një djalë vrau të hati në banesë. Hysen Meta u dënua me burgim të përjetshëm për vrasje me dashje të babait të tij, ndërsa anëtarët e tjerë të familjes morën dënime të ndryshme për fshehje të provave dhe të trupit të viktimës. Gjykata e Durrësit ka shpallur vendimin përfundimtar në njërin prej ngjarjeve më të rënda familjare të viteve të fundit. Hysen Meta, 34 vjeç, u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen me dashje të babait të tij, Pullu Meta, një ngjarje ndodhur në shkurt të vitit 2024. Vendimi i trupit gjykues parashikon gjithashtu pushimin e akuzës për fshehje të kufomës, pasi kjo vepër u konsiderua pjesë e të njëjtit krim, por drejtësia nuk u ndal vetëm tek autori kryesor. Hygerta Meta, vajza e viktimës, u shpalli pafajshme për vrasje në bashkëpunim, por u gjet fajtore për fshehje të provave dhe trupit të pajet, duke marrë një dënim prej 8 vitesh burg. Amarildo Meta, djali tjetër i familjes, u dënua me 5 vite burg, ndërsa mbrojtja kërkoi që kjo periudhë të llogaritej brenda kohës së paraburgimit. Nëna Blerina Meta u dënua me 3 vite burg, pasi dyshohet se ka ndihmuar në fshehjen e krimit. Gjatë procesit gjyqësor, mbrojtja kërkoi që vendimi të miratohej paraprakisht nga dhoma kombëtare e avokatisë, duke qenë se avokatët ndodheshin në kushtet e bojkotit të përkohshëm të seancave, por kjo nuk i pengoi gjykatën të japë një vendim që mbyll një nga dosjet më të rënda të kriminalistikës familjare në vend. Ngjarja ndodhi në 12 shkurt 2024 në banesën e familjes Meta në fshatrat periferike të Durrësit. Sipas hetimeve, Pullu Meta sapo ishte kthyer nga puna kur u përball me djalin e tij Hysen Meta, i cili pas një konflikti të ashpër verbal e qelloi me armë zjarri në kuzhinë në prani të vajzës Hygerta. Ajo çfarë ndodhi më pas e tronditi çdo hetues që u përfshi në rast. Në vend që të njoftonin policinë, anëtarët e familjes nisën një përpjekje për të zhdukur gjurmët e krimit. Trupi i Pullu Metës u gropos në kasollën e baktive pranë shtëpisë, ndërsa provat u fshehën me kujdes për të vonuar hetimet. Në këtë veprim, sipas dosjes hetimore, morën pjesë edhe Amarildo Meta dhe nëna e tyre Blerina Meta. Vetë Hysen Meta u paraqit në policinë e Durrësit duke bërë një kallëzim të rrem se i ati ishte zhdukur pa gjurmë. Deklaratat kontraditore të familjarëve dhe sjellja e tyre e dyshim të ngritën alarm për hetuesit, të cilët pas disa ditësh kërkimesh zbuluan trupin e pajet të Pullu Metës. Policia ka zbuluar dhe goditur një tjetër rast të shfrytëzimit të prostitucionit duke vënë pranga 3 persona dhe duke proceduar penalisht 2 të tjerë. Në qendër të aktivitetit kriminal që operonte në zemër të kryeqytetit qëndronte një 22 vjeçar shqiptar dhe 4 shtetas kolumbian.
Një tjetër rrjet prostitucioni është goditur në kryeqytet. Policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë ka finalizuar një operacion të posaçëm kundër shfrytëzimit të prostitucionit dhe përshtatjes së ambienteve për ushtrimin e kësaj veprimtarie të palishme. Në përfundim të hetimeve janë arrestuar në flagrancë 3 persona dhe janë proceduar penalisht 2 të tjerë. Në pranga përfundoi një 22 vjeçar shqiptar i cili akuzohet për shfrytëzim të prostitucionit, ndërsa 2 prej të arrestuarve janë shtetas kolumbian që akuzohen për mbajtje të lokaleve për prostitucion dhe prostitucion. 2 gra të tjera me shtetësi kolumbiane janë proceduar penalisht në gjendje të lirë në akuzën e ushtrimit të prostitucionit. Sipas hetimeve, 22 vjeçari kishte rekrutuar dhe shfrytzuar 4 shtetase nga Kolumbia, të cilat ushtronin aktivitetin e ndaluar në një apartament të marrë me qira në rrugën e Barikadave. Banesa, e cila ndodhej në një zonë të frekuentuar të kryeqytetit, ishte përshtatur posaçërisht për ofrimin e shërbimeve seksuale kundrejt pagesës. Policia ka sekuestruar telefon celular, para dhe prova të tjera materiale që lidhen me veprimtarinë kriminale. Burime nga grupi hetimor bën me dije se 2 prej grave kishin mbërritur në Shqipëri vetëm pak muaj më parë dhe kishin krijuar kontakte përmes rrjeteve sociale, duke u futur në rrjetin e shfrytëzimit organizuar nga 22 vjeçari. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se klientët siguroheshin nëpërmjet komunikimeve online dhe takimet zhvilloheshin në ambientet e apartamentit të marrë me qira. Policia e Tiranës bën me dije se vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, të cilët mund të kenë ndihmuar në logjistikën apo rekrutimin e grave të huaja. Nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 24 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, me mot të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në shumë zona, ndërsa në veri dhe përgjatë bregdetit në orët e paradites ka mundësi për rreshje të izoluara shiu. Në pasdite moti do të jetë më i qëndrueshëm me intervale me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor në perëndim me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 24 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 4. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 24 tetor do të jetë në orën 6:56, ndërsa perëndimi në orën 17:54 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 24 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta me mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare dhe me mundësi për ndonjë rreshje të herpashershme në disa zona. Gjatë paradites mund të ketë vranësira të herpashershme, ndërsa pasdite intervale me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 17 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor në verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 24 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 24 tetor do të jetë në orën 6:52, ndërsa perëndimi në orën 17:47 minuta.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 5 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 5 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë, 5 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 5 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj, 5 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 6 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 7 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe lajme të tjera mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Gjithashtu mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.